askush nuk më përgjigje çfarë do bëhet me fatin e prokurorëve, ndërsa ajo që e përmenda edhe për të disa të herë, ai nuk do të vazhdojë më të jetë prokurori i Spakut, jo vetëm kryeprokurori i Spakut, por edhe prokurori i zakonshëm i Spakut në përfundim të mandatit 9 vjeçar. Zotë Kara, si e shikoni këtë moment, pse Altin Dumani, një nga figurat më të rëndësishme të këtij institucioni, madje ose më e rëndësishmja që nga krijimi i Spakut për shkak edhe të bujës së madhe të dosjeve të nxehta që ai vetë ka çuar përpara në këto 3 vite. Çfarë po ndodh me të? Pse ai heq dorë nga Spaku? Ai ka të njëjtin fat me prokurorët e tjerë, po askush nuk ka thënë që unë largohem nga Spaku. Vetëm Dumani e bëri sot. Pse sot? E para herë bërja e kësaj strukture me një mandat kufizuar, se ne kemi për shembull kthim kopesimin e pronave, duhet ishim me një mandat kufizuar sa 3, 4, 5 vjeçar maksimumi. Po. Të ishin kthyer ato 8.000 pronat mëdha dhe të ishin mbyllë e punë. E zgjatën pafund. Se pikërisht gjithë zullumi që kanë bërë duke parë Shqipërinë pa pronar mbas vitit 91, u sulën 2 forcat që janë bërë pronare, 2 banda të organizuara në mënyrë të mirë fillt, nga koha e këmbët, dhe tani zotëria i thot 2 bandave që ore do më siguroni ju mua si prokuror që unë të merrem me ju, se ajo strukturë bërë për të marrë me ata. Okej. Dhe kur bëhet ligji, e do flasim dhe për kodin penal, shihet rreth parë motivi si kanë vepruar. Ata kanë dashur të bëjnë një pseudo-reformë në mënyrë përcip, si puna atyre që votuan gjykatës speciale në Kosovë dhe pastaj përfunduan viktimave, e kanë thonë, ne juve do i lëm këtu, do jeni në mënyrë përkohshme. Ajo ndjell gjithmonë një disabilitet tek personi nga brenda, edhe kështu që ju mos e merrni seriozisht se do jeni nesër. Jo, ajo, në fakt, kjo ishte domethënia. Dumani tha, ore, pakën prokurorët edhe shpirtërisht përgatiten që të jenë një punë tjetër, nëse nuk do jenë më. Nuk e bëjnë gjumi rahat se kanë mundën ke drejtësia, ke parimet e ku ta di unë, ke prosperiteti, digniteti shqiptarëve etj. Ju thot 3 herë kryetari i strukturës, pa prokurori ose personi më i rëndësishëm, ose simboli i drejtësisë rre që pritet të vijë, që ka bërë për i të vërtetës shumë gjëra, ka thyer disa tabu atje rreth atyre, dhe ta nuk i përgjigjen. Pra tregon që gjithë politika aktive sot, ky establishment politik, nuk ka asnjë lidhje me drejtësinë që premtojnë në njëherë dhe mënyrë gojore, kështu të thatë edhe të shëmtuar, dhe ne duhet ta kuptojmë që nuk po funksionon më ky përfaqësimi ynë me këta persona. Ne duhet i kthehemi tani, thelbi është që ky popull i ka votuar këta që këta ta destabilizojnë dhe këtë pak drejtësi, ta kufizojnë, t'i friksojnë dhe ka drejtë. Dakor, por në këtë kuadër, pse se duket si dorëzimi Dumanit, pse ai nuk do të vazhdoj betejën, po thot me mbylla. Ai me këta. Ajo deklaratës sotme simbolikisht Dumani e ka mbyllur punën ose misionin e tij me Spakun. Nuk do të desim ne se iku Dumani. Jo, më në rregull, po them pse sot. Edhe një herë. Ardhe, un kam dhe kritika kështu Dumanit. Patjetër, më patjetër. Se këta thonë nuk kemi kallëzime. Prokuroria do të filloj kryesisht. Ta nisi bankërsin ditë, natë, kryesisht. Nuk ka aferë më të mërshme Shqipëria. Ishte më e madhe ajo që mendoj që kam kapur unë me privatizimin, tani e ka të kalu mbase 100 fish kjo tjetra. Kryesisht, mos presi kallëzime. Tani kur pritet kallëzim nga Nesi Angoni, pritet nga Marigoja apo nga i tjetër që do dali. Po ta fillojnë kryesisht ball për ball. Edhe të fillojnë të bëjnë pa ju dritë që piku syrit, nuk ka nevojë të presin ILKPD-n, QST-n që ka dalë atje, po të nisin verifikimin e pasurive për këdo. Ta marrin e të thrasin, t'i kërkojnë e sapë. Ta bëjnë vetë mënyrë reale, nuk i dalon njëri, bëjnë vetingun e gjithë politikanëve, ta tyre që pengojnë ata atje. Kjo është interesante. Ato 2 kopet që janë atje, ato nuk janë vetë, nuk janë të ndërgjegjshme. Kjo është e bukur. Ja, një sekondë, Romeo, se ta diskutojmë. Pra, ti po thua, këta prokuror mund të marrë në sit çdo politikan. Ndërkohë shkojnë te politikanët i kërkojnë na jepni mandat tjetër. Ai thot unë do 2029 do iki. Po ku e di ti more që këto 2 kopet që në parlament do jenë 2029. Ti lufto për t'i fituar. Mos shko të lypësh tek ata. Kjo është lypje sot që bëri Dumani. Po lypje është. Kjo lypje ne nuk kemi këtë pavarësisht mesazhit që jep Dumani. Ako më ti rrezot ti si dakord as herë. Jo, s'jam dakord. Unë mendoj që mënyra se e shtroi çështjen
Është një farë për ta vënë përpara përgjegjësisë në gjë. Ku ka përgjegjësi këta ligjore? Po ata s'kanë bu tash. Po tani do ta diskutoj më mbrapa. Unë mendoj ai do t'japi mesazh të fortë. Ai është në luftë me establishmentin politik, kjo është e qartë. Dhe shpresojmë ta vazhdojë. Dhe është akoma përciptas. Ke parasysh dhe personat që janë si gjëja kryesore, to janë prekur shumë pak. Se për mua, përditshmëria tyre qeveritare ka qenë dhe është kriminalitet. Në mënyrë të saktë, të plot, për të kam bindje unë, mund s'ket një militant partije, një që ka interesa, një që është i pa ndërgjegjshëm, po jo unë, ose një tjetër që ka përvojën e jetës e ata që ka lexuar sa unë. Tani, këta duhet të hapin të kaluarën, të marrin që nga sot e të vazhdojnë të tonë kaluarën. Dhe po nuk patëm dëshkime, ne nuk do kemi riparime. Dëshkimi është akoma i paprekshëm. Se bëri likja një vit burg, kjo është qesharake. Gjithë establishmenti vazhdon me batare si më parë. As krimi organizuar, as korupcioni, as tonë nuk janë disiplinuar për të qenë njerëzit brenda kufive të ligjit. Zoti Kthubi, atëherë, nëse nuk gaboj nga ato që thot Romeo, pra Dumani sot duhet të tregonte dhëmbët, jo të kërkonte leje ose mëshirë nga politika. Duhet ishte ky raport apo ai ka bërë ato që mundet sot? Nuk mund të futesh një raport konflikti institucional. Ki parasysh një gjë. Një pjesë të atyre deputetëve që janë aty të nhishtë. Pse nuk mund të futesh, sepse ndarja e pushteteve do të thotë luftë mes institucioneve, jo bashkëpunim mes institucioneve. Po jo nuk është luftë, është kontroll. Po pra, luftën kur them, nuk them të nxjerrim armët. Po është gjykata kushtetuese. Problemi është i tillë që zoti Dumani ka zgjedhur një qasje institucionale, nuk e ka për herë të parë këtë gjë. Gjithmonë kur ka shkuar në parlament qasjen e ka pas shumë institucionale. Dhe ki parasysh që ka qenë vitin që kaloi para një parlamenti në cilin kishte plot klient ti. Ka dhe ky ku jemi sot që flasim. Vazhdon të ketë klient ti dhe në këtë komision. Nuk të lë parlamenti pa klient, po thua. Po, nuk e, por problemi është që qasja që i ka ndjekur gjithmonë është qasje institucionale. Dhe deklarimi që ai bën, që thot unë nuk do kandidoj më për mandatën e SPAK-ut, është në funksion të vërtetësisë kërkesës për zgjatjen e mandatëve të prokurorëve tjerë. Që do thot. Po mund merret si dorëzim, nuk kam çat bëj dhe e mbyll. Unë nuk e shikoj ashtu. Unë e shikoj në kontekstin që nëse ti do të bindesh që kërkesa nuk është për interes personal, po është në të mirë të institucionit, përveç kërkesës ti shton dhe një dozë tjetër që është doza që unë vetë personalisht nuk do përfitoj nga kjo kërkesë që po bëj. Okej. Dhe në këtë kontekst, kërkesa duket më e sinqertë, dhe në këtë pikë. Po jo, do përfitoj se do vazhdoj si prokuror ai. Po ai këto po thotë